Besimi në gajb, në dijen e fshehtë, është pjesë e besimit tonë. Ne besojmë në gajb, në dijen e fshehtë, dhe kjo është pjesë e doktrinës së të gjithë pejgamberëve, paqja qoftë mbi të gjithë ata. Prandaj kur ne themi krijuesi, kiameti, shpallja dhe engjëjt, duhen kuptuar se të gjitha këto janë pjesë e gajbit, dijes së fshehtë. Ne besojmë atë dhe kjo gjë në besimin islam është e qartë, thot Allahu i madhërueshëm, Elif Lam Mim. Ky është libri që nuk ka dyshim në të, sepse është prej Allahut, është udhëzues për ata që janë të devotshëm, ata që e besojnë të fshehtën. Cilësia e parë e të devotshmëve është besimi i të fshehtës, e kryejnë faljen, namazin, dhe prej saj që ne u kemi dhënë, ata japin zeqat, sadaka e të tjerë, dhe ata që besojnë në atë që të është zbritur ty, Kuranin, ajo që i ka zbritur të dërguarit të Allahut, është një pjesë e së fshehtës, dhe në atë që është zbritur para teje, është gjithashtu një pjesë e së fshehtës, dhe që janë bindur plotësisht për jetën e ardhshme në botën tjetër, përsëri dije e fshehtë.